Gjensila Myrtezaj Mollsheri, Ledrivula jep fund të lidhjes me të dashurën. Ledrivula është sërish në qendër të medias roz të herë për jetën e tij sentimentale, pas një kohe të shkurtër të përfolur për një lidhje dashurie me Rina Zaitin, si përmarrësen shqiptare që jeton mes Londrës dhe Tiranës, duket se historia ka marrë fund. Nëse i hedhim një sy profilit të dyve, vëmre se dyshja nuk e ndjekin me njëri tjetrin në rrjetet sociale, ndryshe deri nga disa ditë më parë, kur Rina dhe Ledri jo vetëm ndiqeshin, por edhe i bënin shpesh herë like në postime njëri tjetrit. Nuk dihet se cilat janë arsyet që dyshja është ndarë, por ajo që dihet me siguri është fakti se në mes të raportit të prishur me Rinën është lidhje mundshme e reperit me Gjensila Myrtezajn. Vëmendjen e publikut javët e fundit e ka marrë afërsia në rritje mes Ledrit dhe Gjensila Myrtezaj. Dyshja janë parë së bashku në Ibiza, ku kam pushuar për disa ditë dhe kanë ndarë foto nga vende të njëjta, duke ngjallur dyshime të reja për natyrën e marrëdhënies së tyre. Pavarësisht se Ledri Vula u shpreh qartë në një intervistë të fundit se për të hyrë në një lidhje duhet kimi dhe dashuri, dhe moi zërat për një romancë me këngëtaren Gjensila Myrtezaj. Disa foto që po qarkullojnë së fundmi në rrjetet sociale po e vënë këtë deklarat në pikpyetje. Në imazhet që janë bërë virale, Ledri dhe Gjensila shfaqen shumë të afërt me njëri tjetrin në shoqërinë e një grupi miq. Thuhet se këto pamje janë realizuar në Ibiza, ndërsa Gjensila përpiqet të mbulojë fytyrën me një erashk, një detaj e tradhton tatuazhin në dorë që e identifikon qartë, veshur me streçe të zeza dhe crop top të njëjtë. Ajo shihet duke përqafuar Ledrin në një moment që duket mjaft intim. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka reaguar në këto foto, pamjet kanë ndezur rrjetin dhe po lën hapur shumë pikpyetje mbi natyrën e marrëdhënies së tyre. Nëse më parë u përfol se projekti i përbashkët muzikor Makthe ishte thjesht bashkëpunim profesional, sot interpretimet janë më të guximshme. Në videoklipin e këngës ata shfaqen në skena të ngrohta, plot kimi dhe intimitet, një ndjesi që sipas ndjekësve tejkalon kufijt artistik. Vet Ledri është pyetur për marrëdhënien me Gjensilën dhe në një intervistë të shkurtër është shprehur: "Nuk kam ç'të fsheh, por ndonjëherë është mirë të mos thuash asgjë." Një përgjigje që më shumë ushqen se ndalon spekullimet. Nga ana tjetër, Gjensila ka zgjedhur të mos komentoj për jetën private, duke e lënë publikun të flasë me interpretimin e vet. Ajo ka postuar fragmente nga klipi dhe momente nga Ibiza, pa përmendur as Ledrin, as ndonjë sqarim për zërat që po qarkullojnë. Për momentin asgjë nuk është zyrtare, por pushimet në Ibiza, shkëndijat në klip dhe heshtja publike të dyve vetëm sa e bëjnë historinë më intriguese. A është Gjensila arsyeja vërtetë e ndarjes së Ledrit me Rinën, apo thjesht rasti një bashkëpunimi artistik që dogji pak më shumë se duhej? Koha do ta tregojë.